Përshëndetje, ku jemi këtu me parashikimin javor nga data 17 deri me datën 23 gusht 2026. Le të hedhim një sy pikërisht të kësaj jave, çfarë ndodh dhe çfarë duhet bëjmë kujdes dhe ku duhet të bëjmë kujdes. Nuk është çështja që bëhet nami ose do kemi probleme ose do kemi gjëra që nuk ndodhin ose problematikat nga më të mëdha, po do dëgjoni në për Facebook-ra ose në rrjetet sociale, keni parë dhe vetë. Dhe ajo që kuptimin e mirë të fjalës bëhet qefi për sa i përket astrologjisë, ju kuptoni mbi astrologjinë, çfarë ndodh dhe çfarë është astrologjia. Nuk flasim llafologji, flasim shkencë, flasim atë çka është e vërtet dhe e vërteta djeg, por e vërteta është e vërtet. Çfarë do kemi se si ne çfarë të bëjmë. Atëherë fillojmë të hedhim një sy pikërisht kësaj date dhe ndikime që kanë të bëjnë nga kjo ditë e tutje. Sepse duke pasur parasysh edhe ndikime që kanë bëjnë ose mundësi që jepen në lidhje me çështjet, në lidhje me ndryshimet. Kemi ditën e hënë, javë të mbar, ditë mbar joroj. Kemi datën 17 gusht. Është një ditë ndërmjetëse, por jo e parëndësishme. Ajo që ndikoi me fillimin e eklipsit diellor në Luan, dhe ajo që u tha, ose u menduan nga bashkimi i Mërkurit me Jupiterin, që filloi vendosjen në një formë konkrete. Sot ne kemi një zhvendosje të madhe planetare, por kemi edhe qiellin që kërkon integrim. Energjia e Luanit mbetet shumë aktive, ndërsa Marsi në Gafore dhe Afrodita në Peshore krijon një kontrast me dëshirën për mbrojtjen emocionale dhe nevojën për ekuilibër në marrëdhënie. Kjo ditë është e përshtatshme për të parë se si fjalët e mëdha të ditëve të mëparshme mund të bëhen veprime reale. Nëse keni pasur një ide krijuese, sot mund të filloni ta strukturoni. Nëse keni pasur një bisedë dashurie, sot duhet të shihni detajet, sepse koha ecën, momentet janë tani. Shikojeni, sepse nuk flas atë që nuk është, por flas atë që realizohet dhe është e mundshme. Nëse keni pasur një ndikim ose keni pasur një lajm profesional, sot duhet të shihni ndikimin e madh. Nëse eklipsi solli një ndjesi të fortë, sot mund të kuptoni pak më mirë çfarë kërkoni ose çfarë kërkon për jush. Më të ndikuar mbeten shenjat fikse. Luani, Ujori, Demi dhe Akrepi, sidomos të dhjetëdijit të dytë dhe të tretë. Për shkak të vazhdimit të energjisë në Luan, për dhjetëdijin e tretë, jehona e eklipsit të ndikimit të madh, në Luan vazhdon të jetë shumë aktive. Për dhjetëdijin e dytë, ndikimi i Mërkurit dhe Jupiterit në Luan, rreth 10 gradë, vazhdon të jap lajme, biseda dhe ide. Kjo do të thotë se disa shenja mund të jenë në fazë vendimi, disa në fazë komunikimi, disa në fazë përpunimi emocional. Shenjat përballë, pra përballë këtyre shenjave që thash më lart, shenjat fikse, kemi Gaforja, Briciapi, Dashja dhe Peshorja, sidomos të dhjetëdijit parë. Ndjejnë Marsin në Gafore dhe Afroditën në Peshore. Kjo mund të sjellë ndikime familjare, marrëdhënie mes punës dhe jetës private, mes dëshirës për paqe dhe nevojë për të reaguar. Për Peshoren, Afrodita jep magnetizëm. Për Marsin në Gafore mund të shtojmë presion profesional. Për Gaforen, Marsi jep forcë personale, por Afrodita në Peshore kërkon ekuilibër dhe familje. Për Dashin, marrëdhëniet dhe shtëpia mund të kërkojnë maturi. Për Briciapin, partneritetet dhe karriera kërkojnë diplomaci. Për çështjet praktike, sepse kjo lidhet shumë dhe është mirë në organizimin e punës dhe vendimeve përgatitore, dokumenta, biseda të qarta, rregullime, plane krijuese, vendime të negociatave, punë dhe imazhin, kontrollin, buxhetin, planifikimin profesional personal. Nuk është dita që neve të merremi me fjalë, por me vepra të matur, është shumë mirë për të ndërtuar hapin e dytë. Në dashuri, dita kërkon më pak kuptimin e vërtet, jo falsitete. Për i bashkim, dita mund të përdoret për biseda më të qeta dhe për të parë nëse ka bazë dhe themelë të forta. Për propozim, duhet të ketë maturi dhe jo vetëm atmosferë romantike.
Për marrëdhënie familjare duhet shmangur kontrolli emocional. Për karrierë, dita është e mirë për përgatitje, prezantime, diskutime me autoritete dhe punë mbi strategjinë për intervistë që mund të jetë më mirë nëse jeni përgatitur dhe nuk flisni më shumë se sa duhet. Për financat duhet të keni kujdes, mos riskoni mbi atë çka dëshironi. Duhet të shmangni vendimet nga krenaria, mosdurimi, debati familjar, posesiviteti në marrëdhënie, kompromiset e rrema, sepse kompromiset e rrema prishin punë. Shpenzimet për imazhe, premtimet të fryera dhe përpjekje për të kontrolluar të gjitha drejtimet me njëherë. Sot duhet të ndërtojmë me qetësi atë që u zgjua ditët e kaluara. Pra, në një farë mënyrë kemi pasur dhe mundësinë dhe kohën, por në anën tjetër, dita e hënë jep këto mundësi. Po të shikojmë ditën e martë, çfarë na ofron. Dita e martë e datës 18 gusht, kjo është një tjetër ditë shumë e rëndësishme astrologjike, sepse lidhja veriore në retrograd largohet nga peshqit dhe futet në ujor. Ndikimi më i madh, ky është ndryshimi më perfekt karmik, sepse lidhja hënore, lidhjet hënore në përgjithësi, drejtimi kolektiv, mësimet, fati, shansi, takimet të rëndësishme, ndikimet të mëdha që kanë të bëjnë në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, dhe jo vetëm. Mjegulla e ditëve të para duket se largohet, identiteti rregullohet, mundësitë të arta që vijnë nga ana juaj dhe mundësitë të tjera që do të keni tani e tutje nuk diskutohet, sepse është ndikimi më i mirë i mundshëm. Fokusi gradualisht zhvendoset në anën emocionale, besimin dhe dashurinë për punë dhe për jetën tuaj. Kjo zhvendosje është shumë e rëndësishme sepse ujori është e fikse dhe do të aktivizojë fuqishëm boshtin ujor luan. Në muajt që do vinë deri në fund të vitit, pas eklipsit diellor në luan e datës 12 gusht, ishte javën e kaluar, futja e lidhjes veriore në ujor e bën edhe më të qartë se jemi duke hyrë në një periudhë ku temat që do thot unë, tjetri, zemër, komunitet, ego e ardhmja, sken, personale, rrjete kolektive. Do të bëhen më shumë të rëndësishme, kjo është një kthesë që nuk duhet nënvlerësuar. Më të ndikuara janë ujori, luani, demi, akrepi, sidomos të dhjetit të tre. Sepse në një veriore, ndikimi pra lidhja veriore në fund të ujorit dhe fillim të prek gradën e fundit të shenjave fikse, ato kanë planetet ose pikat rëndësishme në këto drejtime. Ndikimet më të mëdha, favorizimet që kanë të bëjnë dhe mundësitë e arta që vijnë. Nuk diskutohet, nuk mund të themi që diçka nuk është ose diçka është në favorin tonë dhe mundësitë e arta që vijnë. Por gjithsesi, ka një ndikim shumë të mirë dhe tepër pozitiv. Sepse kemi të bëjmë për ujorin fillon një kapitull i ri, personal, për luanin, marrëdhënie dhe partneritetet marrin peshë karmike. Për demin, karriera dhe status që futen në një fazë të re. Për akrepin, shtëpia, familja, bazë emocionale bëhen fushë e rëndësishme e jetës, e kuptimit dhe e marrëdhënieve të jetës personale, profesionale dhe të gjërave të tjera që ndikojnë në këtë aspekt. Nuk e diskutoj sepse ky kalim prek shenjat e ajrit, binjakët, peshorja, sidomos të dhjetit të tretë në mënyrë më mbështetëse dhe hapur rrugë komunikimin në dashuri, krijimtari, udhëtime, studime, projekte dhe ndikime të mëdha që kanë bënë. Shenjat e zjarrit, dashje dhe shigjetari gjithashtu mund të ndjejë si mundësi për kontakte të reja, vizion dhe lëvizje drejt së ardhmes. Astrologjikisht, kjo ditë është shumë e thjeshtë ditë për veprim praktik, jo në mendje, por në vepra. Është ditë për të kuptuar ndryshimin, drejtimin, që mund të ketë takime me dikë që më vonë merr rëndësi. Mund të ketë një ide për projekt, rrjet, teknologji, komunitet ose grup. Mund të ketë ndjesi në marrëdhënie ose një rol social. Nuk është më e njëjtë që mund të kuptojmë të ardhmen që kërkon më shumë liri dhe më pak varësi nga skemat të vjetra. Për çështjet praktike, dita është e mirë për planifikim të projekteve afatgjatë.
rrjete sociale, komunikime, teknologji, bashkëpunime, mundësi të arta për nënshkrime të mëdha që duhet veprim. Sepse ndryshimi i ndikimit të madh të lidhjes që është energji shumë karmike dhe jo gjithmonë plotësisht e qartë në momentin e parë. Në skemën dhe në anën sentimentale duket se ka të bëjnë shumë takime të pasakonta të papritura. Fati, marrëdhëniet që lidhen me miqësi, distanca, ndikimi i internetit dhe rrjetet e komunikimit. Është më së veçantë sepse çështjet klasike ose diçka shumë e madhe që lidhet me punën dhe me lirinë. Nuk duhet të përdorim për kontrolluar dikë. Për karrierën dhe komunikimin, dita mund të hap ide shumë të rëndësishme. Është mirë për teknologji dhe jo vetëm. Ajo që do të kemi mundësi për këtë ditë është shkenca, provimet që ju e keni për të dhënë dhe çështjet moderne. Është një nga ditët më të mira, dita e martë, sepse na fuqizon për nisma të reja, na jep mundësinë dhe kohën e duhur. Nuk e diskutoj për një mijë arsye, sepse kjo periudhë është një nga periudhat më të arta dhe më pozitivet, sepse ndryshimi që vjen, ju e keni parë dhe e dini, dhe koha që është në momentin më të mirë të mundshëm. Duhet të shmangin nëse flasim për çështje të vjetra, frika nga ndryshimi, marrëdhëniet që kufizojnë lirinë, rebelimi pa qëllim, vendime të papritura, vetëm për të provuar pavarësinë, prishje bashkëpunimeve për arsye të qarta dhe investime në projekte të reja për analizë. Dita hap një drejtim të ri, por kërkon vetëdije. Është mundësia dhe koha. Është ajo që ne kemi atë që do thot dituri, do thot mundësi, që neve të japim kohë gjërave që duan të bëjmë. Nuk është e thjesht një gjë që hajde se neve po e mbyllim edhe mirupafshim. Por çfarë bëjmë sot e kemi nesër jo për mot. Dhe kjo do thot mundësi e madhe dhe një diçka që është dhe lidhet me vetdijen. Kemi datën 19 të ditës së mërkurë. Dita e datës 19 është një ndikim shumë i mirë, sepse lidhja veriore në ujor, dhe kjo e bën atmosferën shumë më mirë drejt së ardhmes. Sot mund të ndihemi diçka ku ka ndryshuar në mënyrë të padukshme. Nuk është domosdoshmërisht ditë me ngjarje të mëdha, ndikime, lajme ku diun, por është praktike për gjëra që do të bëjmë, për ndryshime që do të bëjmë. Mirë është ditën e mërkurë të datës 19. Mos tregojmë gjëra që nuk duhet të tregojmë asnjëherë, po pikërisht në këtë ditë. Kemi një plan. Nuk është e nevojshme ta ekspozojmë. Kemi një dashuri të fshehur në thonjza. Në thonjza pse? Sepse e din njerëzit tanë, e din kushëritë, e din shoqëria. Po atëherë po ta marrë vesh edhe diçka më tepër akoma e mori vesh bota. S'ka nevojë ta nxjerrë CNN sepse ke nxjerr veten tuaj. Dhe nxjerrën CNN apo kuptimi që neve e diçka që kemi e mbajmë për veten tonë dhe neve ekspozojmë, është problem fatal. Kjo si diçka që kur në një emision që kisha që gjërat e tona mbeten brenda në shtëpi dhe nuk i shesim pazar, ku shkruanin disa, do t'ja themi shoqërisë thoshte. Ai nuk e kuptonte, ai apo ajo, se për çfarë po flasim. Dhe këta janë viktimat e të ardhmes dhe viktimat e tashmes. Dhe në 90% janë viktima. Mos jeni viktimat vetvetes suaj. Mos më dëgjoni mua. Mua lërë se unë flas, do më thënë që për plotësuar minutazhin, për plotësuar gjërat. Por njëherë provojeni, se nuk po paguani për provë. Nuk shiten fjalët, sekretet, biseda që bën në shtëpinë familje. Se familja juaj nuk është me njerëzit që janë jashtë. Familja nuk përbëhet nga njerëzit, nga komshit muhallalit, nga ku diun. Ato nuk ju duhet se çfarë bëni ju, ata gëzohen kur juve jeni keq, gëzohen kur juve keni nevrikllokun në familje, kur vijonit keni të probleme. Dhe gëzohen akoma më tepër kur juve ja tregoni planet që keni. Është njësoj si të tregoni hajdutit ku i keni vënë çelësat, në çfarë vendi janë. Atëherë është e njëjtë me ato që ka them. Prandaj keni kujdes. Pra ata që duan t'ja thonë shoqërisë t'ja thonë. Se prandaj janë aty ku janë. Prandaj
janë atje ku ata mundohen 100 herë, nuk del asnjëherë. Këta janë ata që vejnë për sheqer dhe marrin oriz. Problem. Prandaj ndryshoni drejtim dhe do më kujtoni. Mos dëgjoni, mos shkoni mas beri has. Mos shkoni mas njerëzve që kanë bënë që për diçka të vogël, thonë gjërat më dha. Apo shikoni titujt. Do bëhet nami, do rrëzohet, do përmbyset bota në muajin gusht. I keni atje. XY. Problem fatal. Ka marruar Harvardin tjetri. Dihet sepse ka bërë punë madhe. Edhe gjëra që nuk lidhen fare me realitetin. Veç për klikime. Keni kujdes në këto aspekte. Mos u vini veshin këtyre gjëra, sepse nuk janë në vërtetësinë apo në ato çka ju kërkoni. Besoni ato që ju dalin. Mos dëgjoni as Jorgon, mos dëgjoni asnjë. Dëgjoni ato që ju dalin, dëgjojeni. Edhe njerëz më të thjesht akoma, dëgjojeni. Që se ju dalin po. Jo Jorgon, jo. Jorgon ka vite, ka 30 vjet. Punë madhe. Nuk thot një kush e di, po. Dëgjoni edhe 10 këtë dalë robi, XY. Ju dalin ato që thonë, besojeni. Ju bëni si të doj e bardhë zemëslo. Ju kam drejtë ju them si person, si në zanatin tim ato që unë bëj. Ato që kam mësuar. Edhe ju si do një bëni. So, dola pak nga tema, po janë shumë të mesazhe të besoni që shkruajnë dhe disa që jo vetëm kaq, po për të bërë, për të kthyer, thot njëra, për të kthyer të dashurin, më kërkoj X lek. A thua ti se personi që ka magji, thoshte, edhe do t'ja kthejnë, thot. E mashtrime ordinere. Mos besoni këto. Isha një vend mirë, pa asgjë s'u bë. Po çfarë vendi mirë? Vendi mirë ka vetëm Zoti. Nuk ka vend mirë. Kur asnjë gjë fare s'ka. Është 0-0-0. Gur me fat, thot një tjetër. I mora po kot, i hodha në plera, sepse vetëm për peshë ishin, asgjë tjetër. Kot që pagojta ato para. Problem fatal. Mos besoni në këto gjëra. Tjetra thot, mora thot, po di unë, bëzëlyqjes më thanë për energji, më thanë për bën mirë për shenjën sepse ka energji, jep energji. Asgjë nuk jep. Asgjë. Është gabime fatale. Mos i besoni këto gjëra. Ka një bëzëlyq për shembull, ose një varse, ose një vëth, është për sa i përket bukurisë femërore, ose të mashkullit njohor, or me shenjën e vet, ose një bërzëlyk, ose një diellin edhe hënën, që një varse zbukuron, është zbukurim, është aksesuar, nuk ndërhyn, kur nuk ndërhyn. Janë si punë e planeteve, që këta fuqishmit, këta që zbritën nga Zoti, i u dha dijen Zoti që ta përdën tokë, ta lloj, ta tipat, apo tipet. Edhe thonë që po, këta i tapin energji, vinë legët nga qielli. Jo, miqtemi të dashur, kur? Këtë botë jo, botën tjetër mbase vinë, po këtë botën nuk e besoj. Kështu që këta janë aksesuar për bukurinë femërore dhe për meshkuj, sepse ka një orë, ka një... Së shpejti do shikoni dhe këto, sepse neve në fushën e astrologjisë do kemi dhe aksesuar të ndryshëm, që i përkasin çdo shenje, por janë aksesuar. Nuk bin energji kur. Ke shenjë akrepit, po e vendos, ke vëthat të shenjës akrepit, ke orën të shenjës akrepit, të gjitha këto, nëse dëshironi mund të porosisni pak si ka, por nuk sjellin energji. Merreni, kuptojeni një herë e mirë. Çfarë ju thonë këto? Gurët e me fat, fat për shpreh, gurët e kot. Fini gurin kot sa do të sjelli fat. Po kur në këtë botë jo njerë. Kur, asnjëherë. Lëri këto, injoroni, se është punë budalliqe shumë mëdha, budalliqe me dëm, them unë. Keni kujdes këto që japin këto gjëra. Është njësoj letra e Bixhosit që thot dashi. Edhe këtu janë gjitha shenjat, gjithë planetat, domethënë. Pa pikërinësie. Po të vini dhe shikojni pak juve këta që thonë astrologji
që thonin për para, merrin një ca letra në xhep, edhe hidhin letra bigjozi, tash i demi. Pra nuk ka lidhje fare, është për ta keq. E kanë kuptuar tani dhe njerëzit i kanë hequr tani, edhe po bëjnë astrologun, pak rëndësi ka. Le të duhet mësojnë pak, pastaj të stabilizohen që të kuptojnë pak astrologji. Por gjithsesi, ndikimi dhe kohën që kanë të bëjnë në lidhje me çështjet e datës 19 është një nga ndikimet dhe favorizimet që kanë të bëjnë janë mjaft pozitive. Është shumë e rëndësishme në lidhje me karrierën, në lidhje me teknologjinë, në lidhje me ndryshimin e madh që vjen sepse është një periudhat më të arta dhe koha më e mirë e mundshme mbi çështjet që lidhen me ekonominë, lidhet që lidhen me gjëra të mëdha, por do të kemi kujdes mos të nxitojmë në marrje vendime, sepse kërkohet ekuilibër. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme, do shkojmë tek një shenjë shumë pozitive dhe mundësi që vinë për datën që këto shenja kanë mundësinë dhe kohën, kemi ditën e njëjtë, që të datës 20 gusht. Data 20 gusht mbyll këtë fazë të dytë të agjentës me një atmosferë që ende mban energjinë e eklipsit diellor në Luan. Ndryshime të mëdha në lidhjet veriore në ujor. Jemi në një periudhë ku fati po riorganizon boshtin mes identitetit personal dhe marrëdhënieve mes dritës individuale dhe komunitetit mes zemrës dhe së ardhmes. Sot nuk kemi një ndikim planetar ose kemi një qiell që kërkon të kuptoj më mirë se ç'po ndryshon. E nëse duam të pozicionohemi për pjesën tjetër të muajit, dielli është ende në Luan, që po shkon gradualisht drejt fundit të shenjës, ndërsa Mërkuri në Luan vazhdon të japë komunikimin të fortë. Krijime, Jupiteri në Luan vazhdon të jetë në anën më të mirë të mundshme, në marrëdhënie të balancuara. Marsi në Gafore vazhdon të na kujtojë se pas çdo plani të madh ka edhe ndjeshmëri, familje, siguri, nevojë për mbrojtje. Ndërkohë, lidhja veriore në ujor sapo ka hapur një kapitull të ri karmik. Më të ndikuar, pra në këtë ditë kemi shenjat më favorite, Luanin, ujorin, demin, akrepin të dhjetëqit të tretë, për shkak të eklipsit të datës 12 që ishte me hyrjen e lidhjes në fund të ujorit, ata që kanë mundësinë dhe kohën e duhur në lidhje me ndryshimet, vendimet, marrjen e përgjegjësive dhe kohën e duhur për sa i përket gjërat lidhjeve të forta. Një kapitull që u hap në Luan në drejtim të ri fillon në ujor. Për Luanin, kjo mund të jetë periudhë ku identiteti dhe marrëdhëniet ndryshojnë. Njëkohësisht për ujorin, fati fillon të kërkojë më shumë vetdije personale. Për demin, termat e familjes dhe karrierës kërkojnë riorganizim. Për akrepin, karriera dhe shtëpia janë në proces të fuqishëm transformimi. Shenjat e ajrit, që kanë një mundësi dhe kohë mbi ndryshimin, na bën që të jemi më të kuptueshëm dhe duhet të vendosim një mundësi të art, një ndryshim shumë të madh në anën tonë. Për çështjet praktike, dita është e mirë për analizë, reorganizim, strategji, komunikim dhe përgatitje për të ardhmen tonë. Mundësi të arta që vinë. Dhe nuk diskutohet, sepse është koha, është momenti. Na përgatit për pjesën e tretë të muajit ku dielli do të zhvendoset në Virgjeresh. Dhe më pas, eklipsi renor në Peshk do të sjellë një tjetër ndikim shumë të rëndësishëm. Prandaj lidhet shumë me ndikime të mëdha, sepse karriera është më mirë me projekte që lidhen me publikun, krijimtari, energji, bëhen premtime dhe ndryshime. Për nënshkrime marrëveshje financiare për blerje të mëdha duhet vetëm pak kontroll më tepër, sepse mund të devijojmë nga ajo çka kemi, nga ajo çka jemi dhe nga ajo çka neve mundohemi të krijojmë. Dhe të gjitha kjo na ndikon dhe mund bim viktime vetvetes nga ndonjëherë, ndryshe mendojmë ne, ndryshe vinë gjërat. Por gjithsesi, kjo periudhë është periudhë mjaft ndikuese. Shikojmë që një nga ndikimet më të mëdha, ose ajo që na përgatit për pjesën e tretë të muajit, ku do të kemi me eklipsin renor në Peshk, do të sjell një tjetër vendim të rëndësishëm, shumë të madh në të ardhmen, do të flasim për atë. Kemi ditën e premte. Dita e premte datës 21 gusht
Është një ditë shumë e rëndësishme për marrëdhëniet, përgjegjësitë, karrierën, dashurinë dhe vendimet që lidhen me ekuilibrin mes dëshirës dhe detyrimeve, fenomeni më të fortë, i cili është ndikimi më i madh. Afërditën peshore me Saturnin në retrograd në Dash. Një kënd që bën ndikimin më serioz dhe më monitoruese mbi gjërat që ndikojnë, mbi diplomacinë, bukurinë, marrëveshjet, harmoninë. Saturni në Dash kërkon përgjegjësi, realitet dhe maturi. Kjo do të thotë sot marrëdhëniet mund të mbeten vetëm në fjalë të bukura, por ato testohen në realitet, sepse ndryshe neve mund të mendojmë se kemi një plan, një projekt, por aty ku shkojmë se kemi rënë dakord më përpara që duhen kaq lekë dhe kjo është kjo, devijon. E kjo nuk është për fajin tuaj pastaj. Ky kënd ndikohet shumë në lidhje me peshore, Dashi, Gafore, Bricapin, sidomos të dyshit të dytë, që kanë planeta në këto shenja. Për peshorët kjo mund të sjellë ndjesi se duhet të zgjedh veten, por pa prish ekuilibrin. Për Dashin mund të ketë përgjegjësi në marrëdhënie ose ndjesi në partneritete. Kërkon më shumë seriozitet për Gaforen, tema që lidhen me shtëpinë, familjen dhe karrierën për Bricapin. Mund të ketë presion mes jetës private dhe figurës publike. Në dashuri kjo nuk është një ditë e lehtë për romantizëm të lehtë, por është shumë e rëndësishme për marrëdhëniet që duan të qëndrojnë në realitet. Nëse një lidhje ka bazë, sot mund të flitet seriozisht për kufi, përgjegjësi, distancë. Mundësit janë ose koha është favorite për ato që bëhet, për ato që keni dhe momentet e arta që vinë. Po duhet shumë kujdes. Nuk është ditë e keqe, por kërkon pjekuri, jo sken romantike. Dielli dhe Mërkuri vazhdojnë në Luan, prandaj ende ndihet jehona e eklipsit diellor e datës 12 gusht në Luan. Shenjat fikse, siç janë Luani, Ujori, Demi dhe Akrepi, sidomos të diçit të tretë, vazhdojnë të përpunojnë tema të mëdha identitetit, marrëdhëniet, familje dhe karrierën. Por sot afërdita me Saturnin vendos filtrin e realitetit. Ajo që është e bukur duhet të jetë edhe qëndrueshme. Për çështjet praktike, dita është e mirë për marrëveshje serioze, biseda profesionale, rregullime, kufish, planifikime afatgjat, kontroll kontratash, çështje juridike, karriere, intervista, kur kërkohet pjekuri dhe vendime të matura. Është ditë e mirë për të marrë vendime të rëndësishme në kohën e duhur dhe mundësi të arta në atë çka vjen dhe nga çka neve korrigjojmë dhe kuptojmë. Shpenzimet dhe ndikimet më të mëdha. Sot duhet pjekuri, por edhe zemër, sepse lidhet me komunikimin, lidhet dhe me vendime që neve kemi ngadonjëherë ndryshe e kuptojmë, ndryshe gjykojmë, por jo diçka që themi që adresin e për e kalojmë në anën tjetër, por kemi diçka ndryshe nga që ne na jepet mundësia dhe koha dituria avanca që neve kemi në anën tonë. Kemi ditën e shtunë. Dita e shtunë e datës 22. Data 22 është një ditë përmbyllëse, sepse dielli ndodhet në gradën e fundit të Luanit, në prag të hyrjes në Virgjeresh, ku dielli është në fund të një shenje që ta kuptojmë astrologjinë, sidomos në shenjën kaq të fuqishme si Luani, ndihet se një kapitull po mbyllet. Ky nuk është mbyllje e qetë dhe padukshme. Është mbyllje që lidhet me atë çka dua të bëj, me atë çka dua të krijoj. Krenarin, dashurinë, fëmijët, krimtarinë, skemën, imazhin dhe shumë gjëra të tjera. Pas eklipsit të diellor të datës 12, kjo ditë ka karakter reflektues që mund të shohim më qartë se çfarë u aktivizua në mes të muajit. Një vendim, një ndjenjë, një projekt, një marrëdhënie, një çështje me fëmijët ose një temë karriere që mund të krijojë përmbyllje ose ripozicionim. Dielli në fund të Luanit nuk kërkon që të bëjmë dramë, por kërkon të kuptojmë ku kemi dhënë shumë ego dhe ku duhet të kthehemi në zemër të vërtetë. Sepse vërtetësia ka një kuptim tjetër në ato çka neve bëjmë, në çka neve na ofron. Më të ndikuar janë shenjat Luani, Ujori, Demi, Akrepi, të dhitiqit të tretë dhe të parë. Ka ndikime shumë të mira për mbyllje personale, profesionale dhe kohën. Për çështjet praktike dhe mundësitë që kanë të bëjnë, është një periudhë mjaft e mirë, sepse hyrja e diellit në Virgjeresh, nëse kërkohet stabilitet praktik, sot energjia është ende shumë e lidhur me ndikimin e Luanit. Për nënshkrime, blerje të mëdha dhe marrëveshje financiare kërkohet kujdes.
Jo sepse dita është domosdoshmërisht negative, por sepse është ditë e fundit e ciklit diellor në Luan. Për vendime që kërkojnë analizë, detaj dhe praktik, më mirë të presim energjinë e virgjëreshës. Për terapi, shëndet dhe dietë, dita është e mirë në vendime të brendshme, por jo në presion ekstrem. Duhet të shmangen gjërat që ruajnë imazhin dhe jo e prishin atë. Shpenzimet për luks pak vëmendje më tepër. Kërkimi vëmendjes me çdo kusht, deklarata publike të tepruara. Kujdes nga konfliktet dhe jo vetëm. Sot mbyllet një skenë dhe nesër fillon një ritëm tjetër. Dhe është kjo ajo çka neve themi dhe mundësitë që vinë, nga një anë mund kemi momente, mund kemi mundësi, mund kemi ndryshime, vendime, e shumë gjëra të tjera. Do shkojmë tek dita e fundit e javës, që është dita e diel, e datës 23 gusht. Kjo është një ditë shumë e rëndësishme astrologjike, sepse dielli zhvendoset në virgjëresh. Sot me kuptimin e fjalës, ditën e diel, se parashkimet bëhen çdo ditë dhe kuptoni dhe atë që unë them çdo javë. Java e ndikimit mas 17-23, të datës 23, fundi i javës, dita e diel, dielli zhvendoset në virgjëresh. Dielli në virgjëresh në orën 4:19, sipas orës tonë, në këtë zhvendosje atmosfera ndryshon ndjeshëm. Nga zjarri, krijimtaria, dukshmëria, zemra e Luanit, kalojmë në tokë. Detajet, puna, shëndeti, rutina, analiza, rregullime, përmirësime, praktikiteti i virgjëreshës pas një periudhe shumë të fortë të eklipseve në Luan, ku egoja, dashuria, se skena ishin në qendër të vëmendjes, tani janë dhe kërkojnë rregull konkret. Dielli në virgjëresh na thotë, nuk mjafton të duam diçka, duhet ta organizojmë. Nuk mjafton të shprehemi, duhet të përmirësojmë. Nuk mjafton të kemi ide, duhet të kemi metodë. Ky kalim është shumë i rëndësishëm për punën, shëndetin, dietën, dokumentet, përditshmërinë, shërbimin, detajet dhe çdo gjë që kërkon rend. Nëse gjatë sezonit të Luanit kemi parë çfarë do zemra gjatë sezonit të virgjëreshës, shohim çfarë duhet bërë praktik, sepse ne munduhemi shumë. Ne munduam të kemi dhe helikopterin mbi tarac. Po, sa është realiteti? Pra, futem tek realiteti. Futemi tek gjërat që neve duam dhe në anën tonë më të mirë të mundshme. Më të ndikuara janë shenjat, siç janë virgjëresha, peshqit, binjakët, shijetari. Sidomos të ditës së parë, fillimisht ata me pikat personale, ndikimet që kanë bëjnë dhe shenjat më ndikuese, virgjëresha që hap një periudhë të re personale me fokus identitetin, vendimet. Për peshqit aktivizohen marrëdhëniet, partneritetet dhe kontratat. Për binjakët, shtëpia dhe familja kërkojnë vëmendje. Për shigetarin, karriera dhe statuti bën qendra e vëmendjes. Ky kalim është mbështetës për shenjat e tokës, demi, virgjëresha dhe britsjapi, sidomos të ditës së parë, sepse sjell stabilitet, organizim dhe jo vetëm kaq, por dhe mundësi praktike. Shenjat e ujit, siç është gaforja, siç janë peshqit, siç janë akrepët, japin një mundësi sepse mund ta përdorin për shërimin në marrëdhënie të qarta, problemet që kanë pasur. Shërim do të thotë edhe një problem që keni pasur me persona të tretë dhe gabimisht rastisht keni debatuar. Dhe kjo vjen si rast mundësi të mirë për të ecur përpara. Dhe kjo do të thotë gjendje emocionale përmes veprimeve konkrete. Një pikë shumë e rëndësishme është se dielli në fillim të virgjëreshës krijon një atmosferë shëruese, sepse mos harrojmë se Kiron në retrograd në Dem, ku ndodhen në shenja toke, në fillim shenjave, ky favorizon shërimin praktik, check-up si themi ne, dhe terapi me kuptimin e jetës dhe të vazhdimësisë, sidomos të 10 ditëve të parë të shenjës së Demit. Për çështjet praktike, kjo është një ditë shumë e mirë për të nisur rregullimin e punës dhe të karrierës sonë dhe të udhëtimeve. Disa kontrata që nuk u realizohen tani për vlerë të mëdha, edhe pse duan analizë është e përfunduar. Në dashuri, keni pasur probleme, do t'i zgjidhni tani.
Kjo ndikim është shumë i mirë dhe ribashkime të rëndësishme që do të keni. Ato që përpara njerëzit ju shikonin si teatr dhe jo të vërtet. Tani ju kërkojnë ndjes, do t'ju kërkojnë shumë gjëra. Për lidhje me familjen, dita është pozitive. Keni pasur një problem në çështjet që disa lajme jo të mira, por këto vinë dhe rregullohen sepse e drejta është e juaj. Duhet të shmangni disa çështje që lidhen me punën, lidhen me karrierën, sepse ka diçka që dielli në vërjesh kërkon përmirësim, jo vetë ndërshkim. Nëse keni mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhje të problematikave ose disa çështjeve që kanë të bëjnë me punën, kanë të bëjnë edhe me disa vendime të rëndësishme, sepse vërtet juve keni pasur disa çështje, por keni edhe disa gjëra shumë të rëndësishme për punën aktuale ose disa gjëra që mund të diktojnë në fushën e karrierës. E përgjithshme e javës është kuptimi i dieshëm, është mësimi i së ardhmes. Dhe kjo do thot shumë ndikime në lidhje me punën dhe vendime të ardhshme. Sepse disa gjëra kanë pasur shumë ndikime. Dhe koha ka treguar që çdo gjë është në dorën tuaj. Dhe momenti, periudha, ndryshimet janë të arta, sepse ndikimi që ka të bëjnë, mundësitë planetare do na ndihmojnë jashtëmase për të zgjidhur çështjet problematike. Sa do të tretët flasin dhe do flasin, neve jemi në anën tonë, edhe pse duan apo s'duan ata, është koha më ideale dhe shumë perspektiv në një të ardhme të afërt. Tani, para se të filloj me parashkimin e 12 shemeve zodiakale, unë ju rikujtoj edhe një herë për gjithë juve të rishikues të nderuar. Ku do ndodheni, në Shqipëri apo në diaspor, dhe jeni në kërkim të i parashkimit të detajuar, atëre duke klikuar në www.astrologo.al, faqja ros shkon atje. Atje ndodhet sekretaria për t'ju ndihmuar mbi gjithë çka juve dëshironi dhe doni. Dhe më pas, siç e shikoni, mund të zgjidhni një nga paketet ose nuk e gjini veten aty, doni diçka më tepër, për shembull, atëherë mund të dërgoni tek sekretaria, ajo poshtë, ja shikojeni aty më dërgoni emailin tuaj dhe më pas flasim bashkë nëpërmjet Viber apo WhatsAppit se si funksionon shërbimi mbi pagesat dhe parashikimi që juve kërkoni. Përveç që doni që në kohën që ne jemi drejt me juve, dhe doni që të dërgoni një mesazh, dërgoni një pyetje tek pyetje përgjigje që kemi çdo të mërkur atje, atëherë është ky butoni këtu. Ndiqni hapat tek astrologo.al, klikoni të gjitha ato me klik dhe jeni gati për të dërguar mesazhe dhe bëheni pjesë e programit ton në pyetje përgjigje çdo të mërkur. Tani, pa humbur kohë, do fillojmë me shenjat me radhë. Do fillojmë me shenjën e parë, me shenjën e ndryshimit, me shenjën e vendimeve të mëdha që ka për të marrë në një farë mënyre, që do thot shenja e dashit. Përsa përket shenjës së dashit, duket se tani për tani ka një ndikim shumë të mirë në lidhje me kuptimin edhe jetën në përditshmëri, në lidhje me ndryshime, në lidhje me vendime të mëdha që vinë drejt çështjeve që kanë të bëjnë, lidhje me ekonominë, stabilizimin, mundësinë dhe periudhën që ndodhin fenomenet. Nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për një mirë arsye, sepse periudha kur ndodhin gjërat ka një kuptim mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e kuptueshme. Por gjithsesi, juve të kësaj shenje të 10 ditësh të parë keni disa mundësi. Por mundësitë që keni ju është puna, karriera,
vendimet që merrni. Në një farë mënyre i keni të gjitha mundësit, sepse duke ndryshuar ekonominë, punën, stabilizimin dhe momentet janë ato që ju bëjnë të ndjeni mirë në anën tuaj, por vjen një moment tani që jeni në anën tuaj dhe pozicionimin më të artë të qenë ndonjëherë, sepse të tjerët nuk e kuptojnë mënyrën se si juve flisni, mënyrën se si juve pregatiteni. Dhe kjo bën që çdo gjë ndodh për një arsye. Arsye është e fortë, sepse kjo periudhë ju bën të ndjeni superior mbi gjërat që juve keni, mbi arsyen dhe përpunimin të gjërave, sepse është pikërisht ky moment, është pikërisht kjo periudhë që do të shikoni gjërat të ndodhin në lidhje me punën, në lidhje me ndryshime të mëdha që vinë ose periudha që ka të bëjnë në ekonomi, ka të bëjnë në ndryshime. Dhe mundësit të tjera që do të keni, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për një mijë arsye, sepse kjo periudhë është periudha më ideale e që ndonjëherë, sepse puna, karriera, stabilizimi dhe konkretizimi i gjërave është një nga momentet më të arta dhe më pozitive të që ndonjëherë. Edhe pse me pak vështirësi, juve ja keni arritur qëllimin tuaj. Një nga momentet më të mira në fushën e dashurisë, miqtemi të shenjës së dashit, keni lidhjen me peshore dhe me gafore. E mërkura dhe njëtja diku nga mesjava, mos e themi me kështu, ka të bëjnë shumë me një bashkim familjar që është me Britësia, por edhe pse pak vështërsi që mund keni pasur në këtë drejtim, por kjo është shkalimtare, do të thosha, nuk është se ka ju prish punë juve, sepse kemi kohën, kemi momentin, kemi periudhën kur ndodhin fenomenet ashtu quajturat në ekonomi, ashtu quajtur në vazhdimsi dhe në karrierë. Në karrierë është momenti juaj, është ajo çka ju e kuptoni, çka ju doni që ti rregulloni, ti startoni gjërat, siç dëshironi ju, sepse është një periudhë më e mirë dhe më e arta. E që ndonjëherë në ekonomi dhe jo vetëm. Sepse këto periudha, sado që koha tregon për 1 milion arsye, por me Britësia edhe dokumentacionet, por edhe gjëra që bëhen. Në çështje ligjore, merr fund është ana juaj dhe momenti më i mirë, sepse kjo javë do shquhet shumë për çështjet ligjore. Dhe jo vetëm, sidomos çështjet ligjore. Bini pas se do më kujtoni. Ka diçka shumë të madhe, penale, ligjore, pushim çështje, problematika në çështje ekonomike financiare janë të mbyllura. Shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë toke, një shenjë që është mjaft ndikuese, mjaft pozitive dhe mënyrën mundësinë që kanë të bëjnë mbi ekonominë dhe stabilizimin e saj. Kjo do thotë shenja e demit. Përsa përket shenjës së demit, me se demi duket se tani e tutje ka disa mundësi. E para është ekonomia, sepse në lidhje me ekonominë ka pasur disa probleme shumë të mbartura nga e kaluara. Mirë po, tani ka ditë të zgjedhë anën ekonomike. Ka ditë të zgjedhë se si gjërat funksionojnë. Ka ditë të zgjedhin se si gjërat arrihen me pak lodhje, por terror psikologjik. Por ja dolët. Pse e them terror psikologjik? Sepse ishit në dilemë nëse donit të vazhdonit në atë punë apo jo. Nëse donit që të rlidheshit ose të kuptonit mes asaj që është e realizueshme dhe mes asaj që është e kuptueshme, por periudha do që me kalimin e kohës, me ndryshimin që gjërat vijnë, nga njëra anë ekonominë, nga njëra anë pozicionimin e planeteve, dhe kjo ju bën
që tani e tutje të përqëndroheni në favore dhe në kohën tuaj më të mirë të mundshme për stabilizimin e punës suaj, për stabilizimin e ekonomik, për stabilizimin e gjërave të mëdha që vinë, sepse nga një ranë mund të themi shumë gjëra ne, po sa është ajo çka neve bëjmë, çka neve kuptojmë, çka neve realizojmë dhe arrijmë atje ku duam. Nuk diskutohet, nuk vjet në dyshim ajo çka neve kemi dhe nuk e mohojmë. Kjo është puna dhe stabilizimi i saj. Është mundësia dhe korrektësia që neve kemi në një ranë, në anën tjetër mund të flasim për gjithçka ndodh dhe për gjithçka realizohet. Kurse në lidhje me punën aktuale apo dashurinë duket se ka të bëjnë dem ujor, dem luan, dem akrep është aja dhe zheja dhe pregatituni për dashurinë e munguar. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft të rëndësishme, tek një shenjë ajri, tek një shenjë që simbolizon të ardhmen sot dhe kuptimi ekonomik është ëndër e tyre që bëhet realitet, që këta janë binjakët. Për sa përket binjakëve, binjakët duket se tani e tutje janë disa gjëra që kërkojnë kohën e tyre, kërkojnë vendimet të marra nga ana e financave dhe një nga ndryshimet më të mëdha, një nga periudhat më pozitive të qenë ndonjëherë, është momenti juaj, është periudha ku do shikoni shumë gjëra të ndodhin në fushën e karrierës, në fushën e biznesit, dhe ndryshimi një pasnjëshëm që juve do të keni tani e tutje. Nuk diskutohet, nuk e vën dyshim për një mirë arsye, sepse kjo periudhë është periudha juaj, është momenti më i mirë i mundshëm sepse stabilizimi është tani, periudha është pikërisht tani dhe momentet dhe kohën e duhur për stabilizimin e ndryshimin e madh që juve keni tani e tutje nuk e diskutoj sepse është periudha më e mirë e mundshme ekonomike, financiare dhe ndryshime. Çështjet shpirtërore lidhen me pozicionimin planetar, sepse shigjetar, virgjëresh dhe peshk është aja dhe zheja, problemi më i madh është me akrep. Po mirë, pse është me akrep? Është me akrep sepse ndryshe i gjykonit, ndryshe i vetë mund të rrezikonit në farë mënyre, po nuk është ajo çka unë mendoj gjykoj ose rregulloj startoj. Është ajo çka unë kërkoj dhe dua marr vendimin kryesor të jetës sime. Pikërisht tani, pikërisht është kjo kohë, është ky moment dhe kjo periudhë mjaft e mirë për stabilizuar ekonominë, për stabilizuar ndryshimin e madh dhe periudhën që vinë gjërat nga njëra anë dhe periudha në anën tjetër. Megjithatë, edhe pse kjo periudhë është e vështirë, edhe pse keni pasur çështje problematike të mbartura nga njëra anë edhe e mendoni ndryshe në fakt, por ndryshimi vjen në një farë mënyre me anën tuaj, pozicionimin e planetave për kohën tuaj, për punën, për karrierën, për ndryshimet, por megjithëse benjakët nuk e kanë problem, nuk e kanë pasur ndonjëherë do kenë sot, po koha tregon që jeni me fat dhe jo me probleme të kësaj natyre. Dashuria duket jo vetëm se ka pasur probleme, por keni një moment tani që do të bëni pak kujdes me një bashkim familjar që do jetë me ujor të 10 vjeçit parë, por në anën tjetër bashkim edhe keni pas një ndarje me virgjëresh do ta zgjidhni pikërisht tani sepse është koha juaj të 10 vjeçit të tretë, jo të parë të dytë. Sepse me virgjëresh keni mundësinë dhe kohën e mirë të mundshme për zgjidhur problematikat dhe është koha juaj momenti më mirë. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që maturia, rregulli, stabilizimi, konkretizimi i punës, i karrierës, i ndryshimeve të mëdha që vijnë, momentet të arta që keni, që është pikërisht tani, që do të thotë shenja e gaforres, për sa përket gaforreve, me qenë se gaforret tani për tani, sado që merren me shumë gjëra, por mërziten në një farë mënyre, sepse ndryshe gjykojnë, ndryshe kuptojnë
por unë ju them që nuk ka vend për të shqetësuar, por ka vend për të gëzuar mbi ndryshimet të mëdha, periudhën që ka të bëjnë me ekonominë, ka të bëjnë me stabilizimin, ka të bëjnë me punën, ka të bëjnë me karrierën, dhe ndryshimet të mëdha që vinë drejt jush. Nuk e diskutoj, nuk e vë ndryshim për 1000 arsye, sepse kjo periudhë që jemi tani, që ndodhemi tani, është një nga periudhat më të mira, por më me spec, nëse nuk e kuptojmë. Arsyeja është që ndryshimi që bëhet, ose mundësia që jepet, kjo është një nga kohrat më të mira, më standardet për ekonominë, për punën, për vendimet që merren në kohën e duhur, por gjithashtu keni një mundësi shumë të artë, sepse gaforet në fushën e punës së tyre, do bëjnë një kontratë që do të ketë jetëgjatësi në kohë. Dhe më përpara kanë pasur shumë probleme të mbartura për 1000 arsye, gjërat nuk kanë qenë aty ku duhet, sepse ndryshe gjikonit, ndryshe rregulloheshe, por tani për tani është momenti juaj, është dhe periudha më ndikuese, më rrezatuese e që ndonjëherë, për 1000 arsye, sepse kjo është periudha që vërtet juve keni pasur probleme, vërtet juve keni pasur çështje ekonomike financiare, një moment që është mjaft ndikues tani, dhe është koha dhe pozicionimi i planeteve, që juve ju bën superior, dhe kjo do të thotë një nga ndryshimet më të mëdha që keni tani tutje. Dhe nuk ndryshon kurrë për 1000 arsye, sepse kjo është periudha juaj dhe momenti i artë në ndryshime, në vendime dhe në marrje vendime të rëndësishme. Kjo periudhë ju jep mundësinë dhe kohën e duhur për zgjidhje të problematikave që keni pasur, ose një takim i papritur ndodh tani dhe juve mund të jeni shumë të fituar në ekonomi dhe në stabilizime. Pak vëmendje për çështjet që lidhen me ekonominë dhe stabilizimin, sepse ndryshe mendoni, ndryshe gjykoni. Në dashuri, duket se me dem dhe me shqyrtar është perfektja, edhe pse keni pasur probleme, por janë probleme të mbartura, dhe këto zgjidhen pikërisht në këtë javë. Vijojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft zbuluese dhe kuptimi i gjërave të mëdha që në fushën e punës, në fushën e karrierës, do të thotë ndikimi më i madh që janë luanët. Për sa i përket luanëve, çfarë ndodh me luanët, vallë? A janë luanët në qendër të vëmendjes për punën dhe karrierën? Unë them, po. A kanë të drejtë luanët të protestojnë në thonjza për të drejtën e tyre, për mohimin dhe gjërat e tjera? E kanë. Sepse është periudha, sepse është momenti dhe koha e ndryshimeve të mëdha, stabilizimit, udhëtimeve që kanë, dhe është momenti më i mirë i mundshëm për bërë gjëra që doni. Mos e lini gjërat masdore, sepse nga ndonjëherë gjërat të lëna masdore të lënë pasdore gjëra. Juve keni mundësinë, keni kohën, keni ndryshimin e madh që vjen drejt jush, por të tjerët ta dini, ta keni nga Jorgo, dhe nuk ka vend për të shqetësuar, nuk ka vend për të mërzitur ose zemruar, se kjo është një nga periudhat më të arta, më pozitivet dhe më të ndryshme të qenë ndonjëherë. Vini veshin për punën, për karrierën, për takime dhe bisedime, është një nga momentet më të arta dhe më fantastiket të qenë ndonjëherë, sepse pikërisht kjo periudhë, pikërisht ky moment është momenti që juve do t'ju zgjidhni disa probleme shumë të mëdha në një kohë të shkurtër. Edhe pse disa probleme janë të dukshme, por jo ajo çka vjen, ose ajo çka juve e prisni me padurim zhvillimin e ndryshimeve të mëdha, por është momenti juaj, është koha për të bërë zgjerimin e duhur në kohën e duhur. Është një nga momentet më të mira të mundshme, është një nga periudhat ku të tjerët nuk ju pëlqen të tjerëve, sepse mundësit ju e keni. Koha është në favorin tuaj. Momenti dhe periudha që vinë tani e tutje, i keni mjaft
anë ekonomike, financiare, biznesin dhe disa gjëra të tjera që do të shikoni dhe vetë për anën ekonomike financiare, për lidhje me ndryshimet e mëdha që vinë dhe jo vetëm kaq, por ka dhe diçka shumë të madhe mbi anën e biznesit dhe të karrierës, sepse karriera ka të bëjë shumë në lidhje me punën tuaj, lidhje me ato çka jam, ato çka dua, ato çka unë rrezatoj dhe kërkoj. Në anën e dashurisë duket se luan ujor, luan akrep është perfekte, por luan dhem është vetjeta. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë që stabilizon, rregullon, starton për shumë ndryshime dhe ndikime, që do të thotë shenja e javës, e ditës, merrni si doni, e orës, që janë të shenjës së virgjëreshës. Për virgjëreshat do duket se kemi një ndikim shumë të mirë, shumë pozitiv. Meqense virgjëreshat nga njëra anë rrezatojnë, ndikojnë, ndryshojnë në fakt, për arsye të punës së tyre dhe kanë një mundësi tani, një mundësi shumë të mirë dhe koha kur ndodhin fenomenet është periudha e tyre dhe kjo bën që të fillojnë të startojnë për gjërat e tyre. Edhe pse kanë pasur probleme, edhe pse një nga momentet më të arta që ata kanë, është një kohë shumë e përshtatshme për të bërë ndryshimin e duhur në anën e duhur, në kohën e duhur. Dielli në shenjën tuaj që zhvendoset në fundjavë të ditës së diel, u jep mundësi, me ka pas ndikim gjithë javës xhanëm, sepse nga 3 ditë plus minus këto lidhen shumë edhe me vazhdimsinë xhanëm, por është një moment mjaft i artë. Miqtë e mi të kësaj shenje, unë uroj një muaj të mbarë, se tani filloi muaji juaj. Në muajin astrologjik, se në muajin e kohës është tjetër gjë, alla franga dhe alla turka themun, por ka të bëjnë shumë dhe me ndryshimet e mëdha që vijnë tani. Kjo periudhë është periudha mjaft ndikuese, rrezatuese dhe ngadonjëherë verbuese në ekonomi. Sepse juve keni standarde të larta, kur të tjerët nuk e kuptojnë. Punë e madhe, varet çfarë juve bëni dhe ku juve doni të shkoni. Është një nga momentet më të mira, nga momentet më pozitive, nga momentet më ideale të qenë ndonjëherë mbi stabilizimin, konkretizimin e punës suaj, por nëse të tretët flasin për gjërat të papritura, për juve është koha dhe momenti. Por meqense tani për tani, çdo periudhë, çdo kohë ka mënyrën e vet të theksuarit, të folurit, të ndryshimit të madh që vjen drejt jush. Nuk e diskutoj, nuk e vë në dyshim. Por meqense kjo periudhë është periudha më e mirë, më pozitivja e që ndonjëherë, sepse ndikimet dhe favorizimet që keni tani janë më të mirat dhe më pozitive të që ndonjëherë mbi stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha që do të keni tani e tutje. Çështjet shpirtërore marrin një rrugtim të ri. Por çfarë vallë? Do më kujtoni, do shikoni dhe vetë, sepse nga korrigjimet dhe ndryshimet, mundësitë që vinë tani e tutje, nuk e diskutoj, nuk e vë në dyshim. Për arsye të punës suaj dhe për arsye të gjërave konkrete që ju e keni, momenti kur ndodhin fenomenet, sepse ka të bëjnë shumë me ekonominë, ka të bëjnë shumë me ndryshimin dhe marrjen e vendimeve të rëndësishme nga njëra anë. Është një mundësi tani, është një mundësi shumë e mirë, e artë në ekonomi, e artë në atë çka juve bëni dhe doni, sepse stabilizimet, periudha kur ndodhin gjërat, janë të juaja. Dhe pikërisht ky moment, pikërisht kjo periudhë stabilizon
konkretizon gjëra të mëdha, siç është puna, kontratat. Do keni një mundësi, sepse fillimi i muajit tuaj, muaj Virgjëreshës, që fillon pikërisht me datën 23, ka diçka shumë të madhe dhe një sekret shumë të madh që nuk ka thot njeri. Udhëtimet. Sekrete, kjo do thot punë, do thot stabilizim. Nëse ju i tregoni çfarë do të bëni, mos prisni rezultate, por do prisni lodhje dhe venitje. Themi venitje do thot përfundim. Ajo që është më kryesorja, është ndikimi dhe mundësia më e mirë. Mundshme tani tutje. Sepse i keni gjitha mundësit, i keni gjithë kohën e duhur për të bërë zgjedhjen e duhur. Dashuria me peshk, binjak, shigjetar, pregatituni. Edhe një pasardhës është gati të vi. Do vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë të rëndësishme, tek një shenjë që vërtet është ndryshim, është rregull stabilizim. Që do thot peshorja përsa përket shenjës së peshoreve, peshore duket se kjo periudhë është një nga periudhat më ndikuese, më rrezatuese dhe stabilizimi që është në anën tuaj, nuk e diskutoj, nuk e vend dyshim për 1000 arsye, sepse kjo është periudha juaj. Është ajo çka duhet të bëj, ajo çka unë kërkoj të realizoj ashtu siç unë jam dhe mbetem në anën time më të mirë të mundshme. Kjo periudhë, duan apo s'duan të tjerët, juve e keni mundësinë dhe jeni në anën tuaj më të mirë të mundshme mbi ekonominë, stabilizimin dhe konkretizimin e gjërave të mëdha që do të keni tani tutje. Mundësit janë të arta mbi ekonominë tuaj, mbi atë çka keni dhe mbi atë çka jeni, sepse kjo është një periudhat më të arta dhe më stabilizuese mbi anën ekonomike, mbi punën tuaj dhe karrierën tuaj. Sepse kjo është periudha, kjo është momenti më i artë i që ndonjëherë, sado që të tretët flasin për gjëra që nuk kanë vlerë, por juve vlerësoheni për punën që bëni, vlerësoheni për atë çka jeni, edhe të tretët do flasin sepse atë punë kanë. Nga njëra anë, keni mënyrën dhe mundësinë lidhje me anën ekonomike, por sa jeni gati juve të përgjigjeni kërkesave që keni, këtu është çështja. Por gjithsesi, juve do rrisni fitimet tuaja. Peshorja, nga njëra anë, ka ndikime, ka përfitime, lidhje me punën, lidhje me ndryshime të mëdha që vijnë tani tutje. Por një çështje konkrete që ka të bëjnë me disa ndryshime të një pas njëshme, sepse lidhet edhe me ekonominë, por lidhet edhe me një takim papritur që keni pasur para disa kohëve dhe nuk u bë një punë shumë e rëndësishme për arsyeën e të tretëve, por gjithsesi juve ishit aty ku dëshironit edhe mundësitë që keni tani tutje janë në anën tuaj më të mirë të mundshme, edhe pse të tretët nuk do donin të rregulloni disa gjëra. Megjithëse kjo është një periudhë mjaft e mirë tani tutje, ku do të ndryshojnë shumë gjëra në jetën tuaj. Në çështje shpirtërore, lidhjet që kanë të bëjnë me dash, gaforre, britsjap, përgatituni për gjëra të mëdha dhe anën ekonomike financiare më të ndikuar, sepse është një periudhë që lidhet me anën ekonomike, lidhet me një periudhë që vërtet ndikon sa përket peshoreve, por ka dhe i mundësi të artë tani tutje. Vijojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë shumë ndryshe nga shenjat e tjera, shenjë uji, që do thot akrepi. Me akrepët janë disa mundësi. E para është ekonomia, ndryshimi i saj sepse vjen me një sër ndikime shumë të mëdha financiare dhe ndryshime të mëdha që keni tani tutje,
është momenti më i artë në ekonomi. Në lidhje me fundjavën e premte, shtunë e diel, kontratë shumë të rëndësishme që do të keni, bini pas, mos e lini pas dore, sepse e lënja pas dore të lë pas dore dhe nuk është në të mirën tuaj, miqtemi të sheshtë akrepit. Ka diçka shumë të madhe mbi këta, edhe pse duket e vështirë, por jo e pakalueshme. Sepse ndryshe mendojmë, ndryshe gjykojmë, por gjithsesi e përgjithshme është në favor dhe jo disfavor. Në çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me akrep dem, akrep luan, akrep ujor. Akrep ujor sado që të grindeni juve, por mund të themi grindje dashurie për arsye të ekonomisë, për arsye të disa ndryshimeve që vijnë. Ndryshimet e mëdha që kanë të bëjnë është një mundësi shumë e mirë për akrepët, sepse akrepët do nisin një diçka shumë të rëndësishme në anën e biznesit dhe në anën e karrierës. Por meqenëse dashuria me luan është ndikim shumë i mirë, një ndarje që keni pasur me dash rregulloheni, me binjak kujdes, se i shej ujë, me shejari shkon shumë, por nevrikoset para se të kuptoj arsyen. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese, rrezatuese, që do të thotë shenja e shigjetarëve. Shigjetarëve, me qenë se shigjetarët duket se tani e tutje kanë disa mundësi. E para është ekonomia, e dyta është puna, stabilizimi i saj, sepse pa punë s'ka stabilizim ekonomik. Por për juve e dini dhe e keni mundësinë mbi atë çka do të ndryshoni në jetën tuaj, por gjithsesi kjo periudhë, unë do thosha, është mjaft ndikuese dhe rrezatuese për gjëra që doni të bëni. Sado që koha ka treguar që juve dini shumë mirë çfarë bëni dhe ku doni të shkoni, po nganjëherë gjërat mund mos jenë aty ku duhet, sepse një nga periudhat më ekonomike që keni pasur ose e kontratat të rëndësishme që nuk realizuan aty ku donit juve, por tani është një mënyrë dhe një mundësi më e mirë dhe më pozitive, do të thosha unë, për ekonominë tuaj. Pak vëmendje, miqtë të dashur, sepse ndryshe juve mund të mendoni, shigjetarët ndryshe mendojnë, ndryshe gjykojnë gjënën, për një arsye të tyre kanë momentin e tyre, por mos u nxitoni nëse doni të fitoni gjërat e juaja, është momenti më i artë. Në çështje shpirtërore lidhje që kanë të bëjnë me dashët e diçit parë, me luantët e diçit tjetër që është perfektja, por një kujdes në veçanti do të jetë me binjak, sepse ndryshe gjykoni, ndryshe mendoni, dhe kjo është diçka që mërziteni pastaj dhe nuk arrini të komunikoni me të drejtën tuaj, pra me pak fjalë humbisni të drejtën tuaj dhe kjo nuk është në të mirën tuaj. Sado të tretët mund të flasin, sado të tretët mund të ndikohen nga ana juaj, por unë do t'ju thosha që kjo periudhë është e juaja dhe ju përket juve për sa i përket ndryshimit dhe për sa i përket asaj çka juve keni dhe çka juve dëshironi të realizoni. E përgjithshme duket se është e mbar, e përgjithshme duket se i keni të gjitha mundësitë për të arritur qëllimin tuaj. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft kritikuese, por rrezatuese në ato që kërkon. Që do thotë britsjapi për sa i përket britsjapëve. Britsjapët duket se tani e tutje i kanë mundësitë për nisma të reja. Por a janë gati të përgjigjen kërkesave që ta kanë? Unë them po, sepse pikërisht tani, në këtë periudhë, kanë pasur probleme të mbartura nga e kaluara, kanë pasur disa gjëra që nuk kanë qenë aty ku duhet, dhe momenti tani e tutje ndodh për 1 milion arsye. Arsyeja e parë është ekonomia dhe stabilizimi i saj. E dyta është favorizimet, kuptimi i jetës dhe i mundësive të arta që vinë drejt jush. Megjithatë, edhe pse të tjetë të tretët mund mos ju pranojnë për atë çka jeni, por mund ju pranojnë për atë çka juve bëni.
dhe duan shumë që t'jenë si juve, por është shumë vështirë që t'ja arrisin këtij qëllimi. Mundësit janë, koha është, vendimi që do të merrni është tani, dhe kjo është nga periudat më të arta që do të vinë tani e tutje. Janë periudat më të mira që do të keni në anën tuaj, por gjithashtu ka dhe diçka shumë të rëndësishëm për sa i përket ekonomisë, për sa i përket ndryshimit që vjen drejt jush. Por megjithatë, i keni mundësit, keni dhe kohën, keni dhe vazhdimsinë, dashurinë e munguar nga njëra anë dhe e rregulluar, e stabilizuar në anën tjetër. Por të gjitha këto përbëjnë pjesën më të madhe të çështjeve të financiare dhe jo vetëm kaq, por ndikimet kanë të bëjnë lidhje me punën tuaj, lidhje me karrierën tuaj, me karrierën sepse është koha juaj dhe momenti, prandaj bini pas, mos e lini pas dore, sepse kjo periudhë është e juaja. Çështje shpirtërore, lidhje që kanë të bëjnë me peshore dhe me kafore, është vetjeta. Do shkojmë tek shenja e radhës, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikime të mëdha dhe ka një ndikim, çfarë? Për punën, stabilizimin, konkretizimin dhe vendimin e madh, që do thot shenja e ujorit. Për sa përket ujorëve, për ujorët unë do thosha diçka në fakt, sepse tani ujorët kanë ndikimin më të madh të që ndonjëherë për arsye të ekonomisë, për arsye të ndryshimit, sepse ujorët kanë përballë luanët, mirë po luanët nga ana tjetër kanë pasur disa çështje të lëna pezull, disa çështje që nuk mundet që të ndryshojnë taktin ose gjëra që ata kanë nga e kaluara dhe tani vjen një moment që është pozitiv, do ta thosha unë, për juve, por të tretët nuk e pranojnë këtë gjë, se nuk ju le verdis, do ta thosha unë, por momenti dhe koha është pikërisht tani për të parë se çfarë do të bëni, për të parë për të arritur qëllimit, dhe kjo është periudha juaj. Kjo është momenti më i mirë i mundshëm për stabilizuar ekonominë, për stabilizuar gjërat e juaja dhe pozicionimi planetar që ju jep të gjitha mundësitë për të parë se çfarë do të bëni. Periudhat janë të tuajat, momenti është i juaj. Shfrytëzojeni që të fitoni. Dhe kjo është një nga periudhat më të arta dhe momentet më pozitive të qenë ndonjëherë. Dhe stabilizimi është koha juaj dhe jo vetëm. Për sa i përket çështjeve që lidhen me anën e dashurisë, këtu mund të thosha që ka të bëjë shumë me luanët e diçit parë, me shigjetarët e diçit të tretë. Me shigjetarët e diçit të tretë ka diçka shumë të madhe, edhe pse është e vështirë lidhja, për një arsye, por marrim një arsye të thjeshtë që ndryshe është gjykuar në fillim, ndryshe është gjykuar në mes të vitit të tretë dhe viti 5 që jeni tani bashkë, duhet ose të përfundojnë të shkonin në altar, ose mbeteni në shoqëri. Por një dashuri nuk bëhet kur shoqëri, me firmë, me vulje rrobulla, ju bëni si do e barazëmës tuaj. Më unë do thosha më mirë shkoni në altar edhe mbyllni aty, sepse e ndjeni që t'jeni kaq vite bashkë, të thotë që duheni, por të tretë nuk e lejojnë. Punë e madhe. Por të tretë është zero. Për juve është shumëzimi me zero për të tretë që nuk duan. Prandaj ka diferencë mes kësaj që është dhe mes asaj që do të bëni. Një lidhje problematika që me binjak, po e zgjidhni. Do shkojmë tek një shenjë tjetër tani, do shkojmë tek një shenjë mjaft ndikuese edhe kjo, por me pak vëmendje më tepër, që do të thotë shenja e peshqeve. Për sa përket shenjës së peshqeve, meqenëse peshqit duket se tani e tutje kanë mundësinë, kanë kohën, kanë vendimin që ata mund të marrin nga njëra anë, nga ana tjetër është edhe momenti i tyre sepse shprehin dashurinë, shprehin dhemshurinë dhe periudhën kur ndodhin fenomenet. Një nga momentet më të arta, një nga kohët më të mira, më të vyerat, është ajo çka disponimi
periudha dhe koha më e artë e që ndonjëherë mbi ndryshimet dhe shpenzimet të mëdha që ata kanë pasur, sepse peshqit nga njëra anë ndihmohen shumë me vetveten e tyre, me punën e tyre, me karrierën e tyre, dhe është një moment shumë i mirë dhe tepër pozitiv. Nuk e diskutoj, nuk e vë dyshim për punën, për karrierën, dhe kjo bën që tani e tutje koha të jetë në favorin tuaj, sepse kjo periudhë është mjaft e mirë për stabilizimin ekonomik, për punën tuaj dhe për gjërat që do të ndikojnë tani e tutje. Por megjithatë, nuk ka vend për të shqetësuar këtu, por për të gëzuar në gjërat që do të diktojnë dhe do të rregullojnë në anën tuaj për punën dhe karrierën dhe ndryshimet e tjera. Juve keni tani tutje, nuk diskutohet, nuk vihet në dyshim puna juaj, por anët e tjera që kanë të bëjnë mbi stabilizimin dhe gjërat konkrete që juve keni për anën tuaj. Megjithatë, është një periudhë ekonomike financiare e duhura dhe në dashuri, duket se lidhjet që kanë bëjnë me virgjëresht të diçit parë, shigjetar të diçit të tretë, binjak të diçit të dytë, është një nga periudhat më të arta dhe më pozitive të qenë ndonjëherë. Këto ishin pak a shumë për sa përket pikërisht kësaj jave, nga data 17 deri më datën 23 gusht 2026. Por nëse dëshironi parashikime të detajuara pikërisht faqjaros astrologu.al, atje mund zgjidhni një nga paketat, ose nuk i keni veten aty tek ato paketa, doni diçka tjetër përveç asaj, atëherë mund shkojnë tek sekretaria në krahun e djathtë tuaj, e shikoni atje ku lexon sekretaria, hapet ajo detare e vogël, aty pastaj mund të dërgoni emailin tuaj dhe më pas lidhemi bashkë nëpërmjet Viberit apo WhatsAppit. Më një rregulla, javë të mbar, ditë të mbar ju uroj. Jesmira.